A e dini se ekziston një ditë në vit në të cilën Allahu xhaleshanuhu shpëton nga zjarri më shumë njerëz se në çdo ditë tjetër? Ajo ditë është dita e Arafatit. Çfarë është kjo ditë? Dita e Arafatit është dita e 9 e muajit Dhulhijhe dhe konsiderohet ndër ditët më madhështore të vitit në Islam. Në këtë ditë, miliona haxhiler mblidhen në fushën e Arafatit në kulmin e haxhit, duke u lutur Allahu xhaleshanuhu me përullësi dhe lot në sy. Pejgamberi alayhis salam thot: Haxhi është Arafati. Pra, kjo ditë është ditë faljeje, ditë mëshire dhe pranimit të lutjeve të duave. Është dita kur zemrat afrohen me Allahun xhaleshanuhu dhe besimtari ka mundësi të fillojë një faqe të re në jetën e tij. Për ata që nuk janë në haxh, një nga udhërimet më të vlefshme të kësaj dite është agjërimi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë se agjërimi ditës Arafatit i fshin mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Paramendo, vetëm një ditë agjërim e Allahu ta fal 2 vite mëkate. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Nuk kërkon pasuri, nuk kërkon udhtim, por kërkon sinqeritet dhe dëshirë për të afruar me Allahun xhaleshanuhu. Prandaj, përgatite zemrën, bëje niyetin për agjërim dhe shtoje duan, shtoje lutjen, shtoje istikfarin dhe përmendjen e Allahu xhaleshanuhu gjatë kësaj dite të bekuar.